Sy çka flasim sot, nëse flasim në retrospektivë për 26 vjetëve, 27 vjetëve. Por kjo është realiteti i atëhershëm dhe nga viti 90 nuk ka ndodhur veç 98-99. Dhe kemi stërvit luftëtarët për armë, që nën kupton, për armë të cilat krijojnë zjarr të fuqishëm, të cilat e dominojnë territorin me zjarr. Jo veç arma zjarrit kallashe ku ta diune. Sa ajo nuk është armë që e ka efektin e shërimit të territorit. Është artilleria, toksore, kontraajrore të tjera. Por filluam edhe një stërvitje tjetër, cila ishte ajo? Stërvitja për mision. Dhe çfarë misioni kishim dhënë vetes? Se lufta shërimtare filloi në një anë të kufirit dhe përfundoi në anën tjetër me lirin. Ky ishte arsyeja pse pastaj vendosëm me bë vëzhgimet dhe me marrë çdo informacion për armikun, edhe në aspektin e numrit njerëz, të lëvizjeve taktike, pozicionimeve, armatimeve, përforcimeve, gjitha tjera, rrugëve të furnizimit e këta diun. 2. Vëzhgimet komandues për të përcaktuar drejtimet operative. 3. Kemi vëzhguar tërvijën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe kemi vendosur me